Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Konstatoj se në sallë jemi të pranishëm 104 deputet, andaj mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dhe 31 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar për 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, ndërpritet seanca. Në 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri.